Në një mëngjes të ftohtë dimri në periferi të Tiranës, në një lagje ku dritat shuheshin shpesh dhe uji vinte me orar, jetonte Elira, një vajzë 23 vjeçare me ëndra të mëdha, por me realitet të ashpër. Kishte mbaruar shkollën e mesme me rezultate të mira, por nuk kishte mundur të shkonte në universitet. Babai i saj kishte ndërruar jetë kur ajo ishte vetëm 15 vjeçe dhe që prej asaj kohe, jeta i kishte ndërruar drejtim. Nëna e saj, e sëmur dhe e lodhur, punonte her pas here në pastrime shtëpish, ndërsa Elira përpishi të siguronte të ardhura duke pastruar, kujdesur për fëmijë ose duke ndihmuar të moshuar. Në atë lagje, askush nuk fliste për ëndra. Fjalët ishin bukë, fatura, ilaçe. Dhe për Elirën, çdo mëngjes fillonte me aromën e kafes së holluar dhe me shpresën se ndoshta ajo ditë do sillte diçka ndryshe. Një mbrëmje, teksa kontrollonte telefonin e saj të vjetër, pa një njoftim në një grup punësimi. Kërkohet vajzë ndershme dhe e kujdesshme për punë shërbimi në një rezidencë private jashtë vendit. Pagesë shumë më mirë. Aftësi në anglisht përparësi. Ajo e lexoi disa herë. Ishte skeptike. Nëna e saj I tha menjëherë: "Mos guxo të përgjigjesh, bi, janë mashtrime ato." Por brenda Elirës diçka lëvizi. Ndoshta ishte shpresa, ndoshta ishte dëshpërimi. Ajo vendosi të dërgonte një mesazh, vetëm për të parë. Pas disa ditësh, I erdhi një përgjigje në anglisht. Një agjenci rekrutimi me bazë në Dubai kërkonte një vajzë për punë ndihmëse në shtëpi për një familje shumë të pasur. Nuk jepnin shumë detaje, vetëm kërkonin ndershmëri, diskrecion dhe gatishmëri për të udhëtuar. Elira qëndroi natën pa gjumë. Mendonte për nënën, për faturat e papaguara, për të ardhmen që nuk kishte. Mëngjesin tjetër, pa e thënë askujt, dërgoi dokumente dhe një foto të thjeshtë. Pas një jave, mori telefonatën që do t'i ndryshonte jetën. Një zej butë, por autoritar I tha: "Miss Elira, ju jeni përzgjedhur. Punëdhënësi juaj është një familje shumë e respektuar në Emiratet e Bashkuara. Duhet të niseni pas një jave." Ajo mbeti pa fjalë. Po thuaj nuk e besonte. Kur I tregoi nënës, ajo çau. "Nuk mund të ndaloj, por ki kujdes. Bota nuk është e mirë me vajzat e ndershme," I tha ajo me zë të ngjyrë. Elira e përqafoi fort dhe I premtoi se do t'i dërgonte para çdo muaji, se do të kthehej ndryshe me dinjitet. Pas një jave, me një valixhe të vogël dhe një pasaport që e mbante sikur ishte bilet për liri, Elira fluturoi drejt Dubait. Kur doli në aeroport, dielli I nxehtë dhe era e rërës e përfshin si një valë tjetër bote. Aty e priste një shofer me kostum të zi dhe tabel ku shkruhej Miss Elira, Residence of Sheikh Khalid Al Mansour. Emri I tingëlloi I huaj, I frikshëm. Por kur makina e zezë luksoze lëvizi mes rrokaqieve, ajo ndjeu sikur po hynte në një ëndër që nuk ishte e saj. Rezidenca ishte si një pallat. Dritare gjigante, kopshte me palma dhe një heshtje që të jepte ndjesinë e pushtetit. Shërbëtorët e tjerë, shumica Filipinas apo nga India, e pritën me mirësjellje të përmbajtur. Një menaxhere me veshje tradicionale ja shpjegoi rregullat, asnjë kontakt I panevojshëm me shejkun, respekt maksimal, dalim telefoni në zona private. Ajo e pranoi gjithçka. Nuk kishte ardhur për aventura, vetëm për punë. Por ajo që nuk e dinte, ishte se Sheikhu Khalid, një burr në të 50-tat I pasur për te imagjinatës, e kishte vëzhguar që në momentin që ajo kishte zbritur nga makina. Kishte parë mënyrën si ajo I mbante duart, si u përkul për të falendëruar shoferin, si shikonte me droje dhe kurreshtje çdo detaj. Ai ishte mësuar me arrogancën e botës së luksit, me vajzat që vinin të zbukuruara për të lënë për shtypje, por tek ajo kishte parë diçka ndryshe, një lloj qetësie të brendshme, një ndershmëri që nuk shitej dot. Ditët kaluan. Elira punonte me përkushtim, pa ankesë. Ndihmonte në kuzhinë, kujdesi për lulet dhe për bibliotekën e madhe ku askush nuk hynte kurrë. Një ditë, Sheikhu kaloi aty pranë dhe e pa teksa ajo fshinte me kujdes raftet e librave, por ndalonte herë pas here për të lexuar titujt. "Ju pëlqejnë librat?" e pyeti papritur. Elira u drodh. Ishte hera e parë që ai I fliste. "Po, zotërit, por vetëm shikoj, nuk guxoj të. Mund të lexosh ç'të duash. Librat nuk janë luks, janë bekim," tha ai dhe iku. Që atë ditë, çdo mbrëmje, kur shtëpia binte në heshtje, ajo zgjidhte një libër dhe lexonte fshehurazi në qoshen e bibliotekës. Një natë, Sheikhu e pa nga kamera e sigurisë. Nuk e paralajmëroi, as nuk e ndaloi. Vetëm e vështroi në heshtje për disa minuta. Dritat e zbeta I ndriçonin fytyrën e qetë, dhe në mënyrën si kthente faqet e librit, ai pa diçka që se kishte parë tek askush për vite me radhë, shpirtin e pastër të një njeriu që ende dinte të ndëronte. Dhe aty filloi gjithçka, ditët në pallatin e Sheikut rridhnin të qeta, pothuaj mekanike. Secili nga shërbëtorët e dinte vendin e vet, orarin, detyrën. Askush nuk fliste shumë. Heshtja kishte disiplinën e vet, si në një tempull ku fjala kishte peshë.
Elira ishte tashmë pjesë e asaj rutine, por ndryshe nga të tjerët, ajo kishte fituar një qetësi të brendshme, një ndjesi sigurie që se kishte njohur kurrë më parë. Në netët e gjata, ajo ndjente erën e detit që hynte nga dritaret e mëdha dhe shpesh mendonte për nënën e saj. Shpesh donte të çante, por nuk e bënte. Këtu, lodhët ndiheshin si dobësi. Një mbrëmje, pas darkës, menaxherja i tha: "Sheku ka kërkuar që ti të kujdesesh për dhomën e bibliotekës dhe për kopshtin privat. Është nder, mos e merr lehtë." Ajo uli kokën. "Po, zonja." Ajo nuk e dinte pse ishte përzgjedhur. Ndoshta sepse e bënte punën me përkushtim, ndoshta sepse ishte e qetë dhe nuk fliste shumë. Por e vërteta ishte ndryshe, sheku kishte dhënë urdhër që vetëm ajo të kujdesej për ato ambiente. Në ditët që pasuan, ai e vëzhgonte shpesh nga larg. Nga kamera e sigurisë që monitoronte kopshtin, e shite teksa përkulej për të prerë lulet e thata, ose teksa ndalej në qendër të oborrit për të parë qiellin. Kishte diçka në mënyrën si ajo lëvizte, një përullësi që nuk ishte servilizëm, një elegancë që s'kishte të bënte me rrobat, por me shpirtin. Një pasdite, ajo po ujiste trëndafilat. Uji i kthjellët i shkëlqente në duar, ndërsa era e lehtë i lëvizte flokët. Ai doli papritur nga korridori i pasme dhe e gjeti aty, e zhytur në punë. "Trëndafilat janë të vështirë," tha me një ton të qetë, "kërkojnë kujdes, por edhe ndjenjë." Elira u kthye menjëherë e befasuar. "Po, zotëri, siç duket, çdo gjë që është e bukur kërkon kujdes." Ai buzëqeshi lehtë. Ishte hera e parë që ajo e shihte duke buzëqeshur vërtet. Në fytyrën e tij kishte një lodhje që nuk e fshihte dot pas pushtetit. Ai e pyeti për Shqipërinë, për shtëpinë e saj, për jetën atje. Dhe Elira me droj i tregoi për lagjen e vogël, për lumin që kalonte afër, për erën e mëngjesit dhe fëmijët që luanin me topa të vjetër. Ai e dëgjoi në heshtje, si dikush që ndjente mall për një thjeshtësi që nuk e kishte më. "Njerëzit që s'kan shumë, shpesh din më mirë ç'është lumturia," tha më në fund. Mbase sepse kërkojnë gjëra të vogla, ja ktheu ajo me zë të ulët. Nga ajo ditë, ai filloi t'i fliste herë pas here. Pyetje të vogla, biseda të shkurtra që për të tjerët dukeshin të parëndësishme, por për Elirën kishin peshën e botës. Ajo nuk guxonte të tregonte shumë për veten, por në çdo fjalë të tij ndjente një lloj sinqeriteti që e hutonte. Nuk ishte si burrat e tjerë që kishte parë, nuk i fliste me urdhra, por me qetësi. Një natë, teksa po fikte dritat e bibliotekës, dëgjoi hapat e tij. Ai hyri ngadalë me një dosje në dorë. "Nuk e pse ikën," i tha. "Lexo nëse do." "Nuk dua të bezdis, zotëri." "Nuk më bezdis praninë e dikujt që di të hesht." Ai u ul në tavolinë, duke kontrolluar disa letra. Pas pak, ngriti syt. "Çfarë po lexon këto ditë?" "Një libër për dashurinë dhe faljen." "Të dyja janë armë të forta," tha ai. "Por më e forta është falja. Dashuria pa të është si oaz pa ujë." Ajo e dëgjoi dhe ndjeu një lloj peshe në zërin e tij, si dikush që fliste nga plagët, jo nga librat. Nuk e dinte çfarë kishte kaluar ky njeri që të kishte aq shumë trishtim në fjalë. Në ditët që pasuan, ajo e vuri re se ai rinte shpesh vetëm. Shërbëtorët flisnin me zë të ulët për gruan e tij të ndjer, për djalin që kishte humbur në një aksident vite më parë. Ajo nuk pyeti asgjë, por filloi ta kuptonte heshtjen e tij. Një mëngjes, kur solli lulet e freskëta në dhomën e tij, pa mbi tavolinë një foto të vjetër, një grua me sy të ngrohtë dhe një djalosh rreth 10 vjeç. Ai e pa që ajo e kishte vëzhguar fotografinë dhe nuk u zemërua. "Janë kujtime të një jete që s'kthehet më," tha. "Por ndoshta jeta më jep një arsye tjetër për të jetuar." Ajo nuk tha asgjë, vetëm uli kokën. Në javët që kaluan, marrëdhënia e tyre u bë më e qetë, më e brendshme. Ai e ftonte ndonjëherë të shëtisnin në kopshtin e brendshëm të rezidencës. Nuk kishte qëllim flirtimi, ishte një afërsi njerëzore, e rrallë në një botë ku gjithçka blihej. Një mbrëmje, gjatë një stuhje rëre, energjia u ndërprej në gjithë rezidencën. Ajo ishte e vetme në korridor, kur dëgjoi se ai e thirri për ndihmë, kishte mbetur në ashensor. Ajo vrapoi pa menduar 2 herë, dhe i hapi derën me ndihmën e teknikëve. Ai doli i mbuluar me pluhur i lodhur, por buzëqeshi. "Nuk e dija që trimëria vinte në trup të vogël," tha me humor. "As unë që frika mund të ndalet kur dikush ka nevojë për ty," ja ktheu ajo. Që nga ajo natë, diçka ndryshoi. Ai nisi t'i besonte më shumë. I kërkoi të përgatiste çaj për të çdo mbrëmje. Ajo i shërbente me duar që i dridheshin, por edhe me një qetësi të çuditshme që e mbante gjallë. Në një nga ato mbrëmje, ai i tregoi për jetën e tij. Për pasurinë që s'ia kishte sjell paqen, për mish që kishin ardhur e ikur, për boshllëkun që e ndishte. "Të gjithë më quajnë njeri me gjithçka, por nuk din që shpesh fle me boshllëkun si shok gjumi," tha ai. Ajo e pa drejt në sy për herë të parë. Ndoshta sepse jeta s'të matet me atë që ke, por me atë që ndjen. Ai heshti.
Dhe ndjeu një gjë që se kishte ndjerë për vite, qetësi, netët në rezidencë kishin filluar të marrin një ritëm ndryshe. Nuk ishin më netë të ftohta e të heshtura, por momente ku çdo frymëmarrje kishte një kuptim tjetër. Elira ndjente që sytë e shejkut ndonjëherë ndishnin, jo me qëllim kontrolli, por me një vëmendje që për të ishte e panjohur. Nuk e dinte pse zemra i rrite më shpejt sa herë që dëgjonte hapat e tij në korridor, apo pse duart i dridheshin sa herë që ai i fliste me atë ton të butë që zbriste diku thellë, aty ku kishte vite që askush nuk kishte hyrë. Në mbrëmjet e qeta, ai shndronte në balkonin e madh të katit të sipërm dhe e vështronte nga larg, teksa ajo ecte nëpër kopsht. Kishte vënë re se ajo i fliste luleve, se i përkëdhelte gjethet me duar të kujdesshme, sikur të ishin krijesa që ndjenin. Një natë, ndërsa ajo mbante në dorë një trëndafil të sapoqelur, ai e thiri me zë të qetë. Pse u kujdes kaq shumë për to? Ajo ngriti syt e hutuar. Sepse janë të vetme që nuk flasin, por ndjejnë. Ai e vështroi gjatë. Nuk foli më. Pas asaj nate, filloi ta vëzhgonte përmes kamerave të sigurisë, jo me qëllim të keq, por si dikush që kërkon të kuptojë një shpirt që e ngroh në heshtje. Në ekranet e mëdha të dhomës së kontrollit, ai shihte mënyrën si ajo fshinte, si ndalej për të parë librat, si qeshte lehtë me shërbëtorët e tjerë. Nuk kishte parë kur dikë që jetonte punën me kaq përulësi dhe bukuri. Një natë, ndërsa ajo po lexonte në bibliotekë, ai qëndroi përpara monitorit për minuta të tëra. Ndjeu diçka që e friksoi, ndoshta keqardhje, ndoshta admirim, ndoshta mall për ndjenjat që besonte se i kishte humbur. Në fytyrën e saj të lodhur, në duart e saj që mbanin librin me kujdes, ai pa veten vite më parë, kur ende kishte besuar në shpirt, jo në para. Ditët kaluan dhe ai filloi ta përfshinte gjithnjë më shumë në jetën e përditshme. Një mëngjes i kërkoi të shoqëronte vajzën e kushëririt të tij në muze. Ishte hera e parë që Elira dilte jashtë rezidencës me të. Në makinë, ajo rinte e heshtur me sytë në xham, duke parë rrokaqiet që ngriheshin si male të arit. Ai e vështroi përmes pasqyrës dhe tha: "Këtu çdo gjë shkëlqen, por pak gjëra kanë vlerë. Mos lejo që kjo të verbëroje." "Unë s'kam parë kur kaq shumë dritë bashk," tha ajo me një buzëqeshje të lehtë. "Drita më e rrezikshme është ajo që s'të lejon të shohësh errësirën," ja ktheu ai. Në muze, ajo qëndroi ma gjepsur përballë një pikture të vjetër që paraqiste një grua me veshje të thjeshtë, me sytë plot mall. "Është shpirti që pret," i tha ai. "Piktura është mbi 100 vjet e vjetër. Piktori e ka bërë për gruan e tij që nuk u kthye kur." "Është e trishtuar," tha Elira, "por në sytë e saj ka durim. Ndoshta ajo ende beson." Ai e pa gjatë dhe ndjeu një therrje brenda vetes. "Ti beson akoma?" e pyeti. "Po." "Edhe kur s'kam arsye," u përgjigj ajo. Aty, mes dritës ardhë të Dubait dhe zhurmës së njerëzve që nuk e njihnin varfërinë, ai kuptoi diçka që nuk do ta pranonte dot me lehtësi. Ajo vajzë e varfër shqiptare kishte diçka që asnjë njeri rreth tij nuk e kishte: shpirt. Një shpirt i pastër që nuk i përkiste kësaj bote. Kur u kthye në rezidencë, ai e ftoi të pinin çaj në tarac. Ishte natë, qielli i mbushur me yje dhe erë lehtë që sillte aromën e detit. "A ndjesh mirë këto?" e pyeti ai. "Po, zotëri. Ndonjëherë më duket si ëndër. Ndoshta është ëndër për ty, por për mua është burg." Ajo e pa me habi. "Ju keni gjithçka?" "Jo," e ndërpreu ai butë. "Kam gjithçka që nuk më duhet." Ajo uli kokën. Nuk e dinte çfarë të thoshte. Ai vazhdoi. "Kam parë shumë njerëz që më afrohen për interes. Asnjë nuk më ka parë si njeri. Ti s'më sheh si sheik, apo jo? Unë ju shoh si njeri që punon shumë dhe rri vetëm." Fjalët e saj i ranë si thik në shpirt. "Vetmia është çmimi i fuqisë," tha ai. "Por ndoshta edhe sëmundja e shpirtit," ja ktheu ajo. Që atë natë, bisedat e tyre u bën të rregullta. Ai i tregonte për botën e tij, ajo për fëmijërinë, për erën e bukës që pishin në lagjen e vjetër, për dimrin që mbante në mbatanie me librat në dorë. Ai qeshte rrau, por me të qeshte ndryshe sinqerisht. Dhe çdo herë që ajo largohej, ndjente mungesë. Një mbrëmje e gjeti në bibliotekë duke qarë lehtë. Ajo u mundua të fshihej, por ai ju afrua. "Çfarë ndodhi?" "Kam marrë lajm nga nëna," tha me zë të dridhur. "Është sëmur." Ai heshti pak dhe më pas tha: "Do t'i dërgojmë çdo gjë që i duhet. Mos ki merra përpara." Ajo e pa me sy të lagur. "Nuk dua bamirësi." "Nuk është bamirësi, është kujdes. Njerëzit që kanë shpirt meritojnë kujdes." Të nesërmen, ajo mori një telefonat. Një doktor nga Shqipëria i tha se një shumë parash ishte transferuar për shpenzimet e nënës së saj. Nuk e besonte. I ra të fikët nga emocionet. Kur u zgjua, sheku ishte aty në prag të dhomës. "Mos u shqetëso, çdo gjë do rregullohet." Ajo e pa me mirënjohje. "Nuk di si t'ju falenderoj." "Mos më falendero," tha ai. "Më bëj të ndjej që kjo botë ende ka njerëz që s'janë zhdukur."
Në ditët që pasuan, ajo filloi të ndryshonte. Nuk ishte më vetëm shërbyese. Ai i kërkonte mendimin për shumë gjëra, i jepte libra për të lexuar, i fliste për filozofinë, për dashurinë, për humbjen. Ai nisi ta admiroje jo për bukurinë që tashmë e shihte, por për mënyrën si ajo i jepte kuptim gjërave të vogla. Një natë, ai po rrinte vetëm në dhomën e monitorëve, dhe pa Elirën që po vendoste lulet në vazo. Kamera e kapte fytyrën e saj të qetë, duar që lëviznin me butësi, si që shikonin nga dritarja. Ai e ndjeu se kishte humbur kontrollin mbi ndjenjat e veta. Për herë të parë pas shumë vitesh, zemra i rrite si dikur. Nuk e dinte nëse ishte dashuri apo thjesht ndjenje për shpirtin e humbur që ajo përfaqësonte, por e dinte që ajo vajzë kishte ndryshuar përgjithmonë. Në mëngjes i dërgoi një dhuratë, një shall të bardhë mëndafshi dhe një letër të shkurtër. Disa njerëz janë si drita që hyn pa trokitur. Mos e ndal kurrë dritën që sjell. Ajo mbajti letrën si diçka të shenjtë. Dhe për herë të parë, ndjeu diçka që nuk donte ta pranonte, mungesë kur ai nuk ishte aty. Ditët vazhduan kështu, me heshtje që flisnin më shumë se fjalët. Ai e vështronte nga larg dhe çdo ditë kuptonte më qartë se ajo vajzë nuk ishte thjesht shërbyese, ishte pasqyra e shpirtit që ai kishte humbur. Dhe sa më shumë e vëzgonte, aq më shumë kuptonte se e vetmja pasuri që kishte vërtet vlerë, ishte ajo që nuk bliej dot me asgjë, mirësia. Mbrëmja kishte zbritur mbi kopshtin e heshtur dhe dritat e zbeta të rezidencës ndriçonin çdo gjë me një qetësi të pazakontë. Elira po fshinte bibliotekën si zakonisht, por këtë herë mendimet i fluturonin diku tjetër. Që nga ajo letër e shkurtër që ai kishte dërguar, ajo nuk kishte pushuar se menduari për të. Çdo fjalë e tij i mbetej në mendje, çdo shikim i tij i butit razonte shpirtin. Ajo e dinte që nuk ishte e përshtatshme të ndjente diçka për të, por ndjenjat nuk ndalen me urdhër. Në anën tjetër të pallatit, Sheiku Khalid rrinte në zyrën e tij, me ekranet përpara, por këtë herë nuk po shihte kamerat. Po shihte vetëm veten në pasqyrë, dhe në sytë e tij shihte një burrë që po kthehej në njeri pas shumë vitesh ftohtësie. E ndjente që ajo vajzë thjesht, me veshje të zakonshme dhe duar që mbartnin punë, i kishte sjell paqe. Dhe kjo e friksonte, sepse paqja e vërtet i kujtonte gjithmonë dhimbjen që e kishte ndërtuar. Një mëngjes, ai e ftoi të shoqëronte në një udhëtim të shkurtër në oazën e shkretëtirës për të ndihmuar me organizimin e një eventi privat. Elira nuk dinte çfarë ta kuptonte nga ajo ftesë, por pranoi. Rruga drejt oazës ishte si një film, shkretëtira shtrihej pafund dhe rëra shkëlqente si arë në diell. Ai qëndronte pranë dritares, i heshtur, ndërsa ajo e shihte fshehur azi me kurreshtje. Nuk e shihte si sheik, por si njeri që e kishte kaluar jetën në vetmi. Kur mbërritën, e pritën shërbëtorë dhe njerëz të rëndësishëm. Ajo qëndroi në distancë, duke ndihmuar për përgatitjet, por her pas here ndjente sytë e tij mbi vete. Në një moment, ai u afrua dhe i tha me zë të ulët: "Njerëzit këtu din të shohin vetëm pasurinë. Mos lejo që të ndryshojnë. S'më ndryshon dot asgjë, zotëri, nëse nuk e le zemrën", ja ktheu ajo. Ai buzëqeshi lehtë. Ishte hera e parë që ndjeu ngrohtësi të tillë në një vend të thatë të zbrazët. Në mbrëmje pas eventit qëndruan vetëm. Ai i kërkoi të ulej pranë një zjarri që kishin ndezur në mes të rërës. Era sillte aromë druri të djegur, qielli ishte i mbushur me yje, dhe ajo ndjeu se bota ishte ndalur për pak. "A ke dashuruar ndonjëherë, Elira?" e pyeti ai me një zë të butë. Ajo u hutua. "Jo, nuk kam pasur asko, as arsye. Arsyeja vjen kurse pret." Ajo uli syt. "E ju, zotëri?" Ai mori frym thellë. "Po, kam dashuruar një herë dhe humba gjithçka. Që atëherë, çdo ndjenje më është dukur rrezik." Ajo e pa me ndjeshmëri. "Ndoshta ndjenjat nuk duhen trembur. Duhet i lejosh të shpëtojnë." Ai heshti për një kohë të gjatë. Zjarri ndriçonte fytyrat e tyre. Pastaj tha me zë të ulët: "Ti flet si dikush që ka parë shumë dhimbje dhe prap besonte drita. Ndoshta sepse ka mësuar që errësira nuk mund të zgjas për jetë." Ajo natë ndryshoi gjithçka. Pas kthimit në rezidencë, ai nuk ishte më i njëjti. Nuk mund ta fshete dot se mendonte gjatë, se çdo detaj i saj duke i gjallë. Filloi të kalonte më shumë kohë në kopësht, duke pretenduar se po lexonte, por në të vërtetë donte vetëm ta shihte. Shërbëtorët filluan ta vërenin, por askush nuk guxonte të fliste. Ai ishte Sheiku, dhe asgjë nuk mund të vijej në dyshim. Një pasdite, ajo solli çajin në tarrac dhe gjeti në tavolinë një libër të hapur me një shënim. Njerëzit më të varfër janë ata që kanë shumë, por s'kan kënjëri t'ja tregojnë. Ajo e lexoi dhe syti u mbushën me lotë. Ai po e vëzhgonte nga dritarja dhe pasi ajo i fshiu lotët me duar të dridhura. Ishte momenti ku kuptoi se ndoshta për herë të parë, po ndjente dashuri të vërtetë. Jo epsh, jo mall, por një ndjenjë që e bënte të donte ta mbronte.
Në netët që pasuan, ai e shite në ekranin e kamerave vetëm për ta ndirë afër. Nuk e bënte me qëllim kontrolli, por si një mënyrë për të qenë i pranishëm pa e shqetësuar. Në një nga ato net, ajo doli në obor, e mbështolli shallin që i kishte dhuruar dhe ngriti syt drejt qiellit. Ai e pa në ekran dhe ndjeu një lloj dhembjeje që se dinte ta përkufizonte. Ishte dashuri, por edhe frikë. Një mëngjes, ajo e gjeti në kopsht. Ishte hera e parë që ai dilte pa shoqërues, i veshur thjesht. "Keni dalë vet?" E pyeti ajo. "Po, doja të shija diellin ndryshe sot." Ajo qeshi. "Dielli është gjithmonë i njëjtë, zotëri." "Jo, ndryshon kur e shikon me dikë që e vlerëson." Ai mori një hap më afër. "Elira, ka ditë që ndjej diçka të çuditshme. Kur të shoh, ndjej sikur po shoh dritën pas shumë vitesh errësirë." Ajo u shtang. "Ju nuk duhet të." "E di. Nuk duhet. Por ndjenjat nuk I urdhëron dot askush," tha ai me zë të ngadalt. Ajo uli syt. Zemra I rrite fort. "Unë jam thjesht një vajzë që erdhi për punë, zotëri. Ju jeni sheik, njeri I botës tjetër." Ai afroi dorën, por nuk e preku. "Ndoshta është hera e parë që dua të jem thjesht njeri, jo sheik." Në atë moment gjithçka u ndal. Sytë e tyre u takuan dhe mes tyre kaloi një ndjenjë që nuk ishte nevojë për fjalë. Ajo u largua me hapa të ngadalt, pa kthyer kokën, por e dinte që jeta e saj s'do ishte më kurrë e njëjtë. Që nga ajo ditë gjithçka ndryshoi. Ai e shite me më shumë ndjeshmëri, ajo e shmante për ta ruajtur veten. Por dashuria nuk shmanget. Ajo rritet në heshtje, në çdo frymëmarrje, në çdo vështrim. Një natë, kur një stuhi e fortë goditi qytetin, ajo u ngjit të mbyllte dritaret e sipërme. Ai ishte në zyrë. Dëgjoi zhurmën dhe doli, e pa teksa përpiqej të mbante perden që fryhej nga era. "Elira!" thiri. Ajo u kthye, dhe në atë çast, një erë e fortë rrëzoi. Ai vrapoi dhe e kapi para se të binte. Për disa sekonda, fytyrat e tyre ishin shumë afër, frymët u përzien. Ai nuk foli. As ajo. Por sytë e tyre thanë gjithçka. Kur stuhia u qetësua, ai u largua pa thënë asnjë fjalë. Dhe atë natë, qëndroi gjatë para dritares, duke parë shiun. Për herë të parë, ndjeu se gjithë pasuria e tij s'kishte më kuptim pa të. Në ditët që pasuan, ajo mori një vendim të vështirë. I shkroi një letër dhe e la mbi tryezën e tij. "Ju më mësua që mirësia nuk është dobësi, por kjo ndjenjë është më e madhe se ne. Unë duhet të largohem, përpara se të bëhet më e dhimbshme." Kur ai e lexoi, letra ju dridh në duar. U hodh në makinë, por ajo tashmë kishte ikur. Aeroporti ishte bosh, vetëm erë nxehtë dhe zhurmë njerëzish shënxitonin. Ai ndjeu një boshllë të thellë që se kishte ndjer as kur humbi gruan. Ishte humbje e shpirtit, jo e një personi. Në ditët që pasuan, rezidenca u bë sërish e heshtur. Ai nuk e shite më askënd, por çdo mëngjes dilte në kopsht pranë trëndafilit që ajo kujdesej. Dhe çdo ditë, një lule e re çelte sikur kujtonte praninë e saj. Disa muaj më vonë, mori një letër pa emër. Ishte nga Shqipëria. Nëse ndonjëherë shihni një trëndafil që çel në vend të thatë, mos harroni se drita që keni ndezur dikur nuk shuhet kurrë. Ai e mbajti letrën në xhep çdo ditë, dhe që nga ajo ditë, shejku miliarder që kishte pasur gjithçka, u bë njeriu që më në fund kishte gjetur shpirtin tek ajo vajzë e varfër shqiptare që kishte mësuar ta shite botën ndryshe. Dhe ndoshta diku në një cep të Shqipërisë, ajo buzëqeshte çdo mëngjes, duke ditur se dritat e një qyteti të largët ndizeshin ende për të. Vitet kaluan si erë në shkretëtir. Për shejkun Khalid, koha nuk kishte më shije. Ai udhëtonte shpesh, mbante takime, nënshkruante kontrata, por gjithçka ishte e zbrazët. Në çdo vend ku shkonte, kërkonte fytyra që ngjanin me të. Dhe ndonjëherë, e ndjente praninë e saj si aromë, si kujtim që nuk shuhet. Në Shqipëri, Elira jetonte një jetë të qetë në një qytet të vogël bregdetar. Kishte hapur një qendër për fëmijët në nevojë, ku I mësonte të lexonin dhe të ndërronin. Ajo nuk fliste më për të kaluarën, por shpesh kur shihte detin e ndjente në shpirt një mall të heshtur. Në një cep të shtëpisë së saj të vogël mbante ende shallin që ai I kishte dhuruar dhe një shënim që se kishte treguar askujt. "Nëse ndonjëherë më mungon drita, do të kujtoj se e kam parë tek ty." Një ditë, teksa po ndihmonte disa fëmijë, mori një letër zyrtare nga një fondacion ndërkombëtar që donte të mbështeste punën e saj. Nuk e dinte kush e kishte dërguar, por nënshkrimi I vulës I ngjante shumë atij të një fondi të madh arab, që ajo e kishte dëgjuar dikur nga ai. Nuk I dha shumë rëndësi, deri kur pas disa javësh, mori një ftesë për të marrë pjesë në një konferencë për filantropinë dhe edukimin në Dubai. E pranoi, ndonse zemra I rrite fort. Ishte hera e parë që do kthehej në atë vend. Kur mbërriti, çdo gjë duke I ndryshe, por ajri, aromat tingujt, sillnin kujtime që s'kishin vdekur. Në mbrëmjen e konferencës, ajo ul në fund të sallës.
Fjalimi kryesor do mbajë nga Sheikhu Khalid al-Rashid, një emër që i ngriti zemrën në fyt. Drita e skenës ndriçoi fytyrën e tij, dhe për një moment koha ndaloi. Ai duke më i pjekur, flokët pak të thinjur, por syt, ata sy të thellë që ajo i njihte në çdo botë. Ai nisi të fliste për mirësinë, për ndihmën ndaj njerëzve në nevojë, për shpëtimin që ndodh kur dikush të ndihmon të kujtosh kushje. Dikur, tha ai me zë të ngadalshëm, një njeri më mësoi se pasuria e vërtet nuk është në ar, por në shpirtin që nuk dorëzohet. Ajo më mësoi të shoh botën përmes zemrës, jo përmes pushtetit. Dhe që nga ajo ditë, çdo punë që bëj, është për ta rikthyer dritën që ajo më dha. Elira uli kokën. Lodhët i mbushën syt. Ai nuk e përmendi emrin e saj, por çdo fjalë ishte për të. Kur ceremonia përfundoi, ajo u ngrit ngadalë për t'u larguar, por një zë ndali. Zonjusha Elira. Ajo u kthye. Ai ishte aty, përballë saj, me të njëjtin shikim që e kishte ndjekur në ëndra. Nuk e besoja se do të shija sërish, tha ai me zë të dridhur. As unë, përshpëriti ajo. Nuk e mendova kur se fati do më sillte këtu. Ata u ulën në një nga kopshtet private të pallatit, aty ku dikur ajo kishte punuar. Gjithçka duke njësoj, vetëm që tani në vendin ku ajo kishte mbjellë trëndafilin, kishte lulëzuar një kopsht i tërë. E mbajta premtimin, tha ai me një buzëqeshje të butë. Asnjëherë nuk lash që asgjë të shuante atë dritë. Ajo e pa me sytë që i dridheshin nga ndjenja. Dhe unë e mbajta tuajën. Nuk lash që dhimbja të më ndryshonte. E di, tha ai. Të kam ndjekur nga larg, pa ndërhyrë. Doja të sigurohesha që ishe mirë. Ajo mori frymë thellë. Nuk kisha nevojë për asgjë më shumë se për paqe. Dhe unë, tha ai, nuk kisha nevojë për askën tjetër për ta gjetur. Ai afroi dorën dhe këtë herë, ajo nuk u tërhoq. Dorët e tyre u takuan, dhe sikur e gjithë bota u qetësua për një moment. Nuk kishte më ndarje, as tituj, as barriera. Vetëm dy njerëz që kishin kaluar përmes dhimbjes për të gjetur shpirtin e njëri tjetrit. Më vonë, ata ecnin në kopsht dhe ai i tregoi një shtëpi të vogël pranë rezidencës. Kjo është për fëmijët që më the dikur. Ata që nuk kanë askënd. Dua që të jetë e jotja për të vazhduar atë që ke filluar. Nuk kam nevojë për shpërblim, i tha ajo butë. Nuk është shpërblim, u përgjigj ai. Është falënderim. Në ditët që pasuan, ajo qëndroi më gjatë në Dubai, duke punuar me projektet humanitare që ai mbështeste. Por tani çdo gjë kishte një tjetër kuptim. Ata nuk ishin më shejke shërbëtore. Ishin dy njerëz që ndanë një plag dhe e shëruan me dritë. Një mbrëmje, ndërsa dielli po perëndonte mbi kopshtin e trëndafilave, ai u afrua dhe i tha: Elira, gjithë jetën kam ndar pasurinë, por kurrë shpirtin. Deri sot, ajo e pa në sy dhe ndjeu një qetësi të thellë. Ndonjëherë, drita e shpirtit është pasuria më e madhe që mund të ndash, i tha ajo. Ai e mori dorën dhe i tha me zë të ulët: Atëherë më lejo të jem pjesë e saj. Nuk pati fjalë të tjera, vetëm një heshtje që fliste më shumë se çdo premtim. Ai e përqafoi ngadalë, dhe për herë të parë pas shumë vitesh, në zemrën e tij nuk kishte më boshllëk. Kishte ngrohtësi, paqe dhe një dashuri që kishte mbijetuar mbi gjithçka. Në vitet që pasuan, ata e ndërtuan bashkë një fondacion për fëmijët e varfër nga Shqipëria dhe lindja e mesme. Historia e tyre u bë frymëzim, por askush nuk e dinte plotësisht se si kishte nisur. Ishte një sekret që vetëm ata dy e mbanin, një sekret që filloi me një kamerë të fshehtë dhe përfundoi me shpirtin që u zbulua përmes dritës. Në fund të çdo dite, kur dielli zbriste mbi kopshtin e tyre, Sheikhu dhe Elira qëndronin pranë një trëndafili të vetëm, atij që kishte mbetur nga viti i parë. Ai e shihte dhe i thoshte: Ky është kujtimi i parë që më tregoi shpirtin tënd. Dhe ajo përgjigjej me një buzëqeshje të butë, sepse ndonjëherë edhe trëndafili më i thjeshtë mund të ndryshojë një shkretëtir të tërë. Dhe kështu në heshtje, ata mbeten si simboli i asaj që dashuria e pastër mund të bëjë, të shndërrojë një miliardër të ftohtë në njeri dhe një vajzë të varfër në dritën që i dha kuptim gjithë pasurisë së botës.